Në një tjetër moment të ngarkuar emocionalisht brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, Hygerta vendosi të prek një temë shumë më personale, larg lojës dhe strategjive. Ajo ju drejtua Tonit me një pyetje të drejtë për drejtë, por që mbarte peshë të madhe jete. A do kthehesh te nusja që ke pasur? Pyetje që nuk lidhet vetëm me të shkuarën, por edhe me plagët, përgjegjësitë dhe pjekurinë emocionale të një njeriu. Toni nuk u ngut të përgjigjej. Në fytyrën e tij u lexua reflektim, një ndalesë e shkurtër ku mendimet dukeshin se po ktheheshin pas në kohë. Pastaj, me një qetësi që tregonte se kjo pyetje ishte menduar më parë edhe jashtë shtëpisë. Ai u përgjigj thjesht dhe qartë, jo. Një fjalë e shkurtër, por e mbushur me kuptim. Ai vazhdoi duke thënë se, para së gjithash, do ta falenderonte ish bashkëshorten e tij. Falenderim jo formal, por njerëzor dhe i thellë, sepse nga ajo marrëdhënie kanë ardhur në jetë 2 fëmijë të mrekullueshëm, që për të janë dhurata më e madhe. Në atë çast, Toni nuk foli si banor i Big Brotherit, por si baba. Zëri i tij mbante respekt, mirënjohje dhe përgjegjësi, duke treguar se pavarësisht ndarjes, lidhja prindërore mbetet e përjetshme, por ai ishte po aq i qartë edhe për pjesën tjetër. Nuk do të kthehej mbrapsht. Jo nga mungesa e respektit, jo nga inati, por sepse ajo marrëdhënie i përket së shkuarës. Është diçka e kaluar, la të kuptoj, një kapitull i mbyllur që ka dhënë çfarë kishte për të dhënë. Toni tregoi se jo çdo histori, sado e rëndësishme të ketë qenë, është e destinuar të vazhdojë. Kjo përgjigje solli një heshtje të veçantë në ambient. Banorët dëgjonin jo thjesht një rrëfim personal, por një mësim të heshtur për jetën, se pjekuria nuk është të kthesh gjithçka mbrapsht, por të dish të pranosh fundin, të respektosh të shkuarën dhe të ecësh përpara pa urrëtie. Hygerta e dëgjoi me vëmendje, pa ndërhyrë, duke i dhënë hapësirë një momenti që nuk kërkonte komente. Por mirëkuptim, në Big Brother Kosova, ku shpesh dominon zhurma, ten.